Deputetët e Kuvendit të Kosovës u mblodhen sërish këtë të mërkurë për të vijuar me procedurën e konstituimit në përpjekjen e 19 radhazi, por pa sukses. Në pritje të një përgjigje nga gjykata kushtetuese nëse votimi i fshehtë që ka kërkuar lëvizja vetvendosje është apo jo legjitim, partitë opozitare këmbgulin në qëndrimin e tyre për mos votimin e Albulena Haxhiut. Ne nuk i komentojmë dëshirat e deputetit Kurti. Ne e vlerësojmë realitetin politik që e kemi në kuvend. Nuk ka shumicë parlamentare. I bëjmë ftesë të reflektoj, të ndroj kandidatën dhe të ecim tutje. Ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të zotit Kurti dhe ambicjeve të zonjës Haxhiu. Të gjitha palët vijuan njësoj edhe në këtë seancë, edhe pse kryeministri në detyrë dhe kryetari i vetvendosjes Albin Kurti deklaroi se emri i Albulena Haxhiut për kryetare të Kuvendit nuk do të ndryshojë. Le të mos e bëjmë këtë lojë negative, sepse një kryesi e Kuvendit ku ja përzgjedhim ne njëri tjetrit, ajo ka esencë negative. Ne duhet ta respektojmë propozimin e njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë ta kemi një kryesi meritore të Kuvendit. Mëtej Kurti tha se do të jetë i gatshëm për të bërë kompromise me partitë e tjera për të plotësuar numrat për qeverinë e re, megjithse ai nuk sqaroi pse nuk po i përdor të njëjtët numra edhe për zhbllokimin e procesit të konstituimit të Kuvendit. Ata nuk besojnë që unë i kam 61 për kryeministër. Dhe unë u them atyre që më testoni. Nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e kanë në dorë të më testojnë. Le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj, pikërisht kjo do të ishte fitore për ta. Kurti tha se gjithë përgjegjësia për konstituimin i takon opozitës, e cila sipas tij duhet të votojë dhe jo të kundërshtoj propozimin e lëvizjes vetvendosje, e cila është e vetme parti me të drejtë propozimi në këtë procedurë. Konstituimi i Kuvendit do t'i hapte rrugën qeverisë së re, e cila do të sjellë të papritura pasi askush nga palët nuk mund të formojë një shumicë. Nëse nuk arrihet një marrëveshje politike mes subjekteve, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja.